Stephen Hawking bëri një parashikim të frikshëm për fundin e botës dhe nuk jemi larg. Një vit para se të vdiste, në vitin 2018, fizikani vizionar Stephen Hawking paralajmëroi se rritja e pakontrolluar e popullsisë dhe rritja e konsumit të energjisë mund të çonin në ngjarje katastrofike, përfshirë shkatrimin e tokës në një topzjarri gjigant. Duke folur në summitin WE të Tenkent në vitin 2017, ai filloi duke thënë se nuk ka asnjë shenjë që progresi teknologjik dhe shkencor do të ngadalësohet ose do të ndalet në të ardhmen, sigurisht jo deri në epokën Star Trek, e cila është vetëm 300 vjet larg. Vuri në dukje ai dhe paralajmëroi megjithatë rritja aktuale eksponenciale nuk mund të vazhdoj për mijëvjeçarin e ardhshëm. Deri në vitin 2600, popullsia e botës do të qëndrojë krah për krah dhe konsumi i energjisë elektrike do ta bëjë tokën të shkëlqejë në të kuqe. Kjo është e pabazuar, thaj, kërcënimet me të cilat përballet njerëzimi. Hawking dha shumë detaje duke ju shpjeguar turmës së mbledhur se nëse rritja e popullsisë do të vazhdonte me ritmin e saj aktual, njerëzimi do të zhdukej tërësisht nga ndonjë katastrofë, siç është një luftë bërthamore e cila përbën një kërcënim shumë real, pasi 9 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusinë dhe Korenë e Veriut, zotërin armë bërthamore. Mbi popullimi dhe mundësia e luftës bërthamore nuk janë të vetmet skenar mangthesh që i shpërndahen njerëzimit. Stephen Hawking në një moment të fjalimit të tij tha në mënyrë karakteristike: është shumë e mundur që UFO-t të përmbajnë vërtet alien, siç besojnë shumë njerëz, dhe qeveria po e mban të fshetë. Nuk mund të komentoj, duke përfunduar, duke renditur rreziqet që kërcënojnë njerëzimin. Ai tha se bota mund të shkatërrohet edhe për shkak të pandemive në rritje, rritjes së inteligjencës artificiale IA dhe ndryshimeve klimatike.